qarta se cili do të jetë pushteti i vërtet dhe çfarë mund të ndodhi nëse do të kemi një dramë të re sociale nëpër Shqipëri me këtë agjensinë e re të menaxhimit të garancive dhe kredive të pashlyera. Kam një panel shumë interesant për ta diskutuar, na duhet një këndvështrim ligjor si Genc Gjokuta, i pashmangshmi i këtij ekrani. Gjokuta, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Gjithashtu edhe zotin Petrit Vasili për të kuptuar. Të kemi ftuar si mjek Vasili, ore deri ku arrin çmenduria në këtë vend se nuk ka më kufi. Tani për ta filluar ligjërisht do doja me zotin Gjokutaj. Çështja është dakord vet kështu në pamje të parë duket shumë e frikshme kjo që parashikon Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pashlyera, por a ka diçka tjetër, ka një prapasken ende më të rrezikshme se kjo? Shiko Flavio, këtu flitet për borxhe që ekzistojnë. Mua më çudit fakti që pse tani, se këtu flitet për mbledhjen e borxheve nga bankat të cilat kanë qenë kapital shtetëror. Imagjino për sa vjet bëhet fjalë. Nuk e di se kujt i ka shkuar në mend kjo sigurisht që e ka mbrapa kuintave një mishtje, thot populli. Edhe nga pikpamja formale, po ta lexosh të kam bërë një përmbledhje unë që shtrihet në kontroll financiar, masa detyruese etj. Pra kjo ka thënë një agjenci e cila do të marrë të gjitha ato kredi që shteti u ka dhënë nëpërmjet bankave me kapital shtetëror, se sot s'ka më banka niveli 2 me kapital shtetëror, dhe ti mbledh dhe ti trajtoj ky si di ky. Sigurisht unë nuk mendoj që këtu ka dhimbësuri për shtetin, se nëse do të kishte dhimbësuri për shtetin, kjo qeveri nuk do të bërë këto që ka bërë deri më sot, që jep me 1 euro, jep me PPP-ra, bën investitor strategjik, e kupton, në kurriz të taksapaguesve shqiptar, dhe sot kujtohet që ja shitur ca traktor në 90-ën, të cilat janë dhe me kredi shtetërore dhe nuk janë kthyer etj. Sigurisht, do të ishte një luks i madh, edhe do të ishte shumë mirë që ky shtet të mblidhte të gjitha borxhet që shtetasit i kanë, por së pari ky shtet t'i kthente edhe shumë dëme që shteti në bazë të abuzimeve që ka bërë në vite i ka dëmtuar këta debitor. Fundi i këtij muhabeti është që kjo VKM e forcon jashtëmase shtetin karashit debitorit, i cili vetëm në fund të gjithë kësaj procedure mund t'i drejtohet gjykatës, ndërkohë që ky është një konflikt gjyqësor i pastër. Dhe ajo që është e çuditshme edhe antiligjore, Flavio, është fakti që këtu nuk mblidhet kolaterali i cili është vënë në këmbim të kësaj kredie të marrë. Po këtu të merret pasuria, për shembull, ti kolateral ke vënë një banesë dhe ai të merr dyqanin, i cili nuk përfshihet në garancitë e marrjes së kredisë. Kjo pastaj, tu flitet pastaj për një sistem mbledhës, kapçat kapesh, se atë është skema që ai njeh më mirë, edhe prandaj duke njohur mirë, ja atribon dhe të tjerëve, por në fakt, ai është autori dhe faktori, e kupton, dhe ekzekutori i kësaj skeme kapçat kapësh. Unë kështu e shikoj sepse kreditë e traktorëve të vitit 90, kur ti derdh në dyqan, ata traktorë nuk ndizen më, nuk ekzistojnë më. Dhe unë kjo më mbetet pikpyetje përse tani dhe çfarë fshihet mbas kësaj, sepse mund të jetë drejt në hapësirë, por nuk është drejt në kohë. Pra, në kohë, nuk e di, vetëm ekzekutimi i kësaj VKM-je mendoj që do të nxjerrë në dritë qëllimin e vërtet të kësaj VKM-je, që pas është dhe pozitiv, por koha për cilin bëhet e vë shumë në dyshim. Kjo dëmton shumë persona që kanë marrë kredi nga shteti atëre, dhe unë di që ky shtet, që ne quajmë shtet,
ky ka bërë amnistira fiskale pafund për borxhe të pashlyera të vjetra etj. I pas ka mbetur dhe shumë të tjera që të bëjnë një VKM tash. Tash hajde ta zgjidhim këtë muhabet, sepse kjo është një histori vërtet e kuptoj.